Të ftuarin e prezantova, e thasha edhe para pak minutash para se të ndaheshim nga hapësira tjetër që me zotin Ervin Saliani, ish deputeti i Partisë Demokratike, do të ke mundësi të diskutoj për aktualitetin politik në këto minuta në vazhdim. Zoti Saliani, mirëmbrëma, mirë se erdhët. Fillimisht me këtë ish do duhet të qëndrojmë gjatë, si po shkon procesi juaj në, po themi, me drejtësinë, me gjyqjet në mënyrë që kam përshtypjen çështja e Burgut tani kaloi, por për të rifituar të drejtën për të qenë aktive dhe për të kandiduar në vazhdon, është në proces gjyqësor, siç janë etapat, për gjykatë kushtetuese, pastaj nëse nuk do të ketë, po themi, vendimmarrje këtu në Strasburg. Shpres plot, besoni me këto zhvillimet e fundit kushtetuese, po mos ta djegim se do flas pak më poshtë. Kjo është një vendimmarrje që unë do ta një drejt më saktë që unë do ta fitoj në Strasburg, kështu që në çdo rast po themi nuk kthehen dot koha e humbur edhe as po themi mandatet e hequra në mënyrë të padrejtë, edhe as trajtimi i po themi padenj i izolimit, por këtu jemi edhe vazhdojmë. Ju shikoni me qenë sera fjala që në këtë vend ku është kriminalizuar dhe është korruptuar çdo qelizë, duke u kalbëzuar çdo qelizë e qeverisë, pa diskutim që dhjetra apo qindra denoncime tani që po i mbledh se më duhen edhe për në Strasburg të mijat janë faktuar dhe e shikoni se si rrin jashtë njerëz të cilët akuzohen për miliona euro. Dhe po themi edhe dënime për pastrim parash kanë parë kohët e fundit që dënohen me vite, po ndërkohë janë me shërbim prova dhe shikojeni ashpërsinë në dënimin tim i cili ishte për herë të parë në 33 vite, 34 vite, që dënohet një personazh, po themi, edhe për çfarë? Për një rast të faktuar, për denoncimin e një trafikanti ndërkombëtar droge i cili shkoi në burg brenda ditës që e kam denoncuar. Sidoqoftë ky vendim nuk ju pengon të kandidoni përballë Berishës për partinë 2026. Shiko, asnjë funksion partijak nuk më pengon dhe unë jam në aktivitet partijak. Gjatë gjithë aktivitet politik, siç e shikoni, jam në komunikim me mediat, komunikim me publikun, jam kryesinë e partisë, kështu që unë jam në Partinë Demokratike, nuk kam nuk jeni shmangur nga përgjegjësia publike. Do flasim pak më poshtë për këtë zoti Saliani, po duhet ndalem pak, duke marrë parasysh të denoncime që ju thoni, këto hetime që janë duke u bërë. Si ka mundësi atëherë që Progres raporti i bërë publik ditën e sotme në fakt e vlerëson shumë ecuri që Shqipëria ka bërë në rrugën e reformave drejt Bashkimit Evropian dhe nga ana tjetër unë pata një komunikim edhe me një gazetar nga Brukseli, Augustin Paloka, i cili ndjek prej vite zhvillimet atje dhe thotë se struktura e posaçme antikorrupsion, pra dhe punën që ka bërë drejtësia, duket sikur janë, po themi, në listën e gjërave që kanë ndihmuar Shqipërinë janë në vend të parë nga ana e Brukselit. Po tani ne jetojmë këtu, qytetarët shqiptarë e shohin edhe e matin, e kanë të matshme për ditë, po themi, nëse kanë përmirësim të cilësisë jetës, nëse kanë përmirësim në cilësinë e shërbimeve, nëse kanë drejtësi më të shpejtë, nëse kanë drejtësi të paanshme dhe të pavarur, nëse kanë vendimarrje në kohën e duhur, pra nëse flasim për drejtësinë në Shqipëri, nëse jemi fat, një çështje gjyqësore zgjat 7 vite. Nëse jemi fat, pra për një proces të thjeshtë gjyqësor, zgjat minimalisht 7 vite. Pra çfarë mund të flasim këtu për progres? Jemi në regres. Vetë institucionet e drejtësisë ju i pas gjatë raportimit. Bashkimi Evropian është naiv Brukseli, zoti Saliani? Ka taktika, po themi, të tilla, siç është në këtë rast karrota, por të mbajtur një vend i cili në mënyrë, po themi, geostrategjike dhe geopolitikisht i duhet që të jetë Bashkimit Evropian dhe ka gjetur këtë mënyrë që në këndvështrimin tim e mira është që të thuhen të vërtetat ashtu siç janë, ka gjetur një mënyrë për ta nxitur apo për ta incentivuar në këtë formë. Unë mendoj që gjithë secili e shikon vetë. A ka përparim në rritjen e pagave dhe të pensioneve, a ka përparim në një element tjetër, me qenë se tha tek drejtësia që është depozituar në buxheti është për të ardhmen. Deri tani nuk ka dhe ka një gjë që duhet të thënë. Fuqia blerëse e një pensionisti sot me fuqinë blerëse të një pensioni që ka qenë i pa indeksuar më përpara, është sot thuajse 5 herë më e vogël. Pra për të bërë, po themi, më konkrete. Me më pak para kanë blerë dikur më shumë se ç'blen sot me më shumë para. Me 100.000 lekë të vjetra, po themi, para u bën 12 vite, 13 vite qeverisja e Edi Ramës. Me 100.000 lekë të vjetra para 13 vitesh bliheshin shumë më shumë se sa blihen sot me 150.000 lekë. Po është fenomen vetëm shqiptar, nuk ndodhet në vende të tjera kjo gjë zoti për shkak të sepse në vendet e tjera ka indeksim për pensionin kur ka rritje çmimesh, siç ka në këtë vend, dhe nga ana tjetër ka rritje reale të pensioneve. Pensionet në Shqipëri nuk janë rritur, ka pasur bonuse të erpasershme apo indeksime të inflacionit në nivele të papërfillshme.
vim tek elementi tjetër që ka të bëjë me, po themi, demokracinë në Shqipëri. Sot të gjitha institucionet i nështrojnë vullnetet e Edi Ramës. Ka një njeri që kontrollon të gjitha institucionet, pra nuk ka parim të ndarjes dhe të balancimit pushteteve. Qeverinë nuk ka diskutim që nuk ka ndonjë ministër që ngrej apo bën në një kritik. Kishte në kohën e Partisë Demokratike ministra që kundërshtonin Sali Berishën? Se keni parë edhe live, rastin kur diskutohej buxheti, me ish ministër e financave për shembull ka pasur debatet të hapura. Me ish ministrën e ekonomisë ka pasur debate hapur, me ish ministrën e brendshëm ka pas debate të hapura. Debati dakord, po vendimin në fund, a shkonte pro apo kundër Berishës, se pastaj debatet janë forma. Ndërsa tani nuk bëhet fjalë që kur ngre sytë Edi Rama ata ulen futen poshtë tavolinave. Parlamenti ka qenë një parlament i cili ka pasur, po themi, diskutim dhe ka mbajtur para përgjegjësisë dhe i ka kërkuar llogari qeverisë gjatë gjithë kohës. Keni parë ju sot më të lartë mandateve që kishin socialistët. Jo, se nuk ka pas, 74 ka pas në sesionin e kaluar parlamentar, legjislaturën e kaluar. 78 u bën. Kështu që në këtë me koalicion, por këtu nuk është çështje numrash, është çështje e vullnetit edhe vullnetit, po edhe se ça e kanë kontroll të plot. Siç i ka vendosur, po t'ju pyes unë ju për deputet e Partisë Socialiste, po t'i nxjerr me foto. Ju jeni i vëmendshëm edhe ndiqni gjithë kohën. Po them ju, po të më nxjerrni mua që ndjek politikën, lere më qytetarë, po t'i njohin 80% tyre. Tani këtu është një debat që hapet me këtë qëtoni, zotë Saliani, se ata janë tri, ndërkohë që ju si Parti Demokratike akuzoni që keni futur të njëjtat emra prej vitesh dhe nuk sillen alternativa të reja. Tani hajde ta ndajmë nëse duhen shumë të rinj apo shumë të vjetë. E ndajmë tani. Nëse ka të rinj politik, janë për shkak kontributit që vijnë o për shkak të aktivitetit partijak dhe politik dhe njihen, ose për shkak të profilit tyre në shoqëri. Të cilët në PD mungojnë përderisa ju nuk i fusni. Për çfarë njihen? Do vim te PD. Jo, dakor, po e kam fjalën për të bërë një ballafaqim se. Për çfarë njihen deputetët e Partisë Socialiste? Kot. I ka rënë lapsi që t'jenë aty si shërbëtor dhe si adhurues të Edi Ramës. Pra, pse po mbyll të argumentin. Pra, në nivelin e demokracisë ka rënë se i morat gjitha një nga një, institucionet kontrollohen nga Rama, nuk bëhet fjalë më që të ketë në një institucion kontrolle. Vim tek elementet e tjerë. E pat pak më përpara jo me qenë se flasin për raporte ndërkombëtare, se sa vite duhesh në Shqipëri që të arrinte nivelin e Bashkimit Evropian? 100 vite mesatarisht. 64 vite në infrastrukturë, 58 vite në mos gaboj për ekonominë. Me këto ritme që jemi tani, se një pjesë e madhe e vendeve janë zhvilluar dhe pasi kanë hyrë në Bashkimin Evropian. Me këto ritme që jemi tani, por çfarë ndodh vendet e zhvilluara siç janë vendet e Bashkimit Evropian, me vendet në zhvillim siç jemi ne, që të arrihet duhet që rritja ekonomike të jetë shumë e lartë e Shqipërisë në këtë rast, sesa rritja e vendeve të Bashkimit Evropian. Ndërkohë që rritja ekonomike në vendet e Bashkimit Evropian sot është më e lartë se sa Shqipëria, kështu që në këtë kuptim ne jemi 100 vite mbrapa për shkak të Edi Ramës. Theksi vjet në rezultatet konkrete që janë arritur në luftën kundër korrupsionit të zyrtarëve të lartë, thot Bashkimi Evropian në progres raportin që ka bërë për Shqipërinë. Po mirë, po e pyetje retorike. Perceptimi për korrupsionin në Shqipëri është më i ulët apo më i lartë? Rastet e korrupsionit që janë kapur, ato që janë kapur, një pjesë prej Skype, një pjesë prej komunikimeve telefonike, se çka ka bërë. Ju nuk i njihni asnjë merit institucioneve në vend, zoti Saliani? Po nuk po them që nuk ka. Se sikur gjithmonë kërkoni një shkak alternativ për diçka që ndodh brenda një institucioni të caktuar. Po them atë që mendoj edhe të shikoj. Jo, dakor, po prandaj unë po them këtë gjë, që po ka raste ku struktura e posaçme antikorrupsion me prokurorë të caktuar ka bërë goditje të grupeve të krimit të organizuar. Po, të cilët i kanë kërkim sot apo jo? Keni një të kapur? Janë 254 persona në kërkim sot. Pra ka efekt drejtësia nëse nuk zbatohet? Po se personi gjithmonë kur është kundër jush dhe e sulmoni kur është... Jo mos po bëj asnjë kur e kam vlerësuar. Kur është pro jushe... Në cilin rast, për shembull. Se unë po ju them këtë gjë. Rastet e korrupsionit në Shqipëri, meqense është luftë e madhe. Kam përshtimin që ju e pranoni të folurën në emër të opozitës në këtë komunikim së bashku. Opozita po them pra. Pra në cilin rast, se kjo merret me shembull. Se kanë hyrë 15 veta në burg është luftë ndaj korrupsionit. Ne duhet jemi serioz. Po kur preken nivelet të larta të institucioneve e kanë dënuar ish ministri i mjedisit se të quhen statistika të një 20 herë. Çfarë ndodh në Shqipëri, merr edhe dëno atë. Pse e kanë dënuar një se meqense ishte rasti këtij tjetrit që ishte drejtor, që ishte ky Bllako. Po, e kanë dënuar sekretari i përgjithshëm. E kanë dënuar 15 herë. 8 njerëz. Pra pse ky është cili është qëllimi i shoqërisë, ku
kur ndërton institucione. Qëllimi është që të parandaloj, jo që të fus njerëz në burg, apo jo. A kemi parandalim sot? A kemi shtim të korrupsionit? Por nuk është kjo punë që po bëjmë show, që hajde po e bindim edhe në veten që këtu ka një, po e di gjithë secili prej qytetarëve që na del nga shtëpia, ai duhen para për të mbaruar punë me institucionet sot. Ai duhen shumë para se janë dashur përpara se të krijoheshin këto institucione apo më pak. Kam përshtypjen që duhen shumë para për të mbyllur punë në spitale, në hipoteka, kadastër që quhet sot, tek legalizimet që i ka prap kadastra, tek tatimet, tek doganat, tek policia, tek gjyqësori. Pra si të themi, ne themi që çfarë në ajër? Duhet flas pak edhe për kushtetuesen, vetëm kam një pyetje këtu. A besoni në akuzat që ka element caktuar të opozitës që bashkëpunojnë me majorancën? Po, nëse do të kisha prova, unë do t'i kisha denoncuar, do t'i kisha thënë. Ideja është ta besoni në kuptimin... Unë po them që, po kush është në opozit, nuk ka se si bashkëpunon, se ndjen presionin, represionin e qeverisë, dhe nuk ka se si tjetë. Ka njerëz që kanë qenë me Partinë Demokratike dhe kanë shkuar, po themi, tek Partia Socialiste. Jo, kjo është publike, po besoj problemi është në momentin kur janë brenda jush dhe bashkëpunojnë me palën përballë. Unë nuk besoj që ka opozitar që ka ndonjë arsye për të bashkëpunuar me Partinë Socialiste. Nëse një, po themi, bën gjas me opozitar edhe bashkëpunon me Partinë Socialiste, bën krim edhe më të madh se sa një që është socialist dhe bën për interesat të vetat se është atje. Kështu që në këtë kuptim, nëse do të ketë raste, unë nuk kam asnjë, po themi, nuk kam pasur asnjë kompleks për t'i denoncuar me emër me mbiemër, siç kam pasur raste në të kaluarën për ish funksionar të lartë që i kam denoncuar edhe nga parlamenti, ku ka pasur bashkëpunim me Partinë Socialiste. Si ju duk vendimi i kushtetueses që riktheu në detyrë Erion Velien dhe ju thatë pak më parë që Edi Rama kontrollon çdo pushtet në Shqipëri. Pas këtij vendimi, sipas jush, a e kontrollon gjykatën kushtetuese? Po tani kjo është një vendimarrje që ka ardhur nga vendimarrja për shkarkimin flasim të Erion Velie, dhe është një vendimarrje që nuk ka ardhur për shkak të zbatimit të ligjit, apo jo. E kanë kërkuar grupi këshilltarëve të Partisë Demokratike që në nisje kur ka ndodhur, po themi, arrestimi. Që në maj, pas 3 muajsh nga 10 shkurti, po. Për shkak të po themi, rikonfigurimit që donte të bënte Edi Rama në asamble, shkarkoi asambleja. Si mund të shkarkojë një asamble partie? Pra shkarkon asambleja e partisë, pastaj vën këshilltarët edhe ata që ishin bashkëpunëtorë që i vinte keq zotit Velie që i njohin tani, po problemi është që nuk duhet të njofësh dhunën edhe represionin kur bie. Duhet të njofësh që kur je. Edhe të mos e ushtrosh ndaj të tjerëve se sa duket të gjithë bashkëpunëtorëve të Edi Ramës po i vjen dita herë ose vonë që t'i shes edhe ata siç ka bërë me të tjerët. Kështu që në këtë kuptim për ta përmbledhur, mua më duket një luftë e brendshme në Partinë Socialiste, që është punë e tyre, asgjë nuk sjell kjo për qytetarët. Qoftë elementi i sot bashkin në kundërshtim me ligjin, meqense ju thonin që ka drejtësi, apo ju them, po të kishte një drejtësi të pavarur, nuk ka asnjë shans që kryeministri të shkojë në zyrat e bashkive, siç ka shkuar në Bashkinë e Tiranës, Bashkinë e Vlorës edhe ka ardhur dallë nëpër Shqipëri,